Kino Hyria Hana Nodjakov si çdo javë dhe kësaj radhe ka përgatitur një listë të gjerë të shfaqjes të filmave. Në orarin javor të kinos, këtë vikend do të jenë 2 premiera që do të shfaqen për të gjithë adhuruesit e filmave. Dita e premtë do të jetë dita më magjike e javës, duke sjellë për adhuruesit 2 premierat, Cold Storage ora 18 dhe Reminders of Him ora 20. Filmi Cold Storage është një horror komedi me elemente shkencore dhe fiktive, ku një kërpudhë rrezikshme parazitare del nga një depo dhe infeksionet e saj kërcënojnë njerëzit, ndërsa 2 punëtor përpiqen ta ndalojnë përhapjen. Ndërkaq filmi Reminders of Him është një dramë romantike ku Kena, pas daljes nga burgu, përpiqet të rifitojë besimin e vajzës së saj dhe të përballet me të kaluarën, duke kërkuar falje dhe një shans të dytë në jetë. Dita e shtunë do të ketë po ashtu një listë të gjerë të rishfaqjes së filmave, ku dita fillon në orën 13 me filmin Hoppers, vazhdon në orën 16 me filmin The Bride, ora 18 filmi shqiptar Loja e fundit dhe ora 20:30 filmi Scream 7. Ndërkaq sa i përket ditës së diel, filmi i parë që do të shfaqet do të jetë Zootopia 2 në orën 13, filmi SpongeBob 4 ora 16, filmi Reminders of Him ora 18 dhe dita përmbyllet me filmin Loja e fundit në orën 20:30.